up you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Ju lutem, ignorojni rumën që shihni mbrapa, okay? Pse? Sepse nuk jemi në Shqipëri, nuk jemi në Tiranë, nuk jemi në shtëpinë tonë, në rahatin tonë. Në fakt edhe këtu në rahati jemi. Nejse, jemi në Budapest. Dhe unë sot do i marr me vete për t'ju treguar se sa lek harxojnë në Budapest, ose sa euro harxojnë në Budapest, ose sa huf. Sa huf harxojnë në Budapest. Hufa nuk është ajo zhurma që bëjnë ato bufat. Nejse. E janë. Ky është kanali i Hildës, nuk kam një intro ta marrë, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Dhe para se të vazhdojmë ditën, ky është the outfit of the day and a random location. Por nuk është random location, është Budapesti. Ne këtë trip kemi vendosur që të jetë një budget trip. Pra mos harxojmë shumë. Por ne gjithmonë kështu themi dhe gjithmonë kur kthehemi në Tiranë themi pse kemi harxuar kaq shumë, s'kishim të harxojmë kaq shumë. Por kështu është jeta. Nejse, e jam. Fillojmë nga shtëpia dhe po bie shi, edhe është super ftohtë, literalisht ndihet si -1 gradë, me disa gradësh po jam duke u dridhur. Tani më kemi ardhur në një vend për brunch. Gjëja e veçantë e këtij vendi që jemi ulur për të ngrënë brunch është që ka një tavan super të lartë, edhe është shumë e bukur. Është një vend gjigant. Ne kemi marrë 2 eggs benedict, kemi marrë dhe një ujë. Uji në Budapest literalisht ka shije liçeni, sikur të shkosh ke liçeni artificial i Tiranës dhe të pish atë ujin që është aty. Po çfarë bëjmë? Përderisa të gjithë po jetojnë me këtë ujë dhe ne të njëjtën gjë do bëjmë. Sapo ka ardhur ushqimi, nuk është vonuar fare dhe duket super e mirë, mezi u presa provoj. Okej, koha për ta provuar. Taste test. Që nga super e mirë, vetëm e kafshatën e parë them që është 10 nga 10, është super e mirë. Tani unë do hajmë linjë rahat, mirëpafshim. Sa po e mbarova eggs benedict dhe jam fryr aq shumë se nuk e keni iden. Ndihem se kur kam ngrënë 2 vakte në një, tani po presim faturën sepse as nuk e mbaj mend se sa kushton. Fatura mbërriti. Fatura është 13.384 FT. Që nuk e di si quhet. Ime që nuk pim kafe aty dhe mirë bëm, sepse kush e di do ishte me kafja një 20 euro. Ulëm në një pasticeri të vogël, kam marrë shoqja ime një crème brûlée që ishte like donut crème brûlée, nuk e po e kuptoj se ç'është, thotë që është super e mirë, do e provojmë. Kam marrë edhe një macchiato, sepse ju e dini shumë mirë që dita nis me një kafe. Ju bëft mirë kafeja mëngjesit të dashur. Faleminderit. Okej. Donut me crème brûlée dhe me vanilje brenda. Thjesht po thoya, se ke parasysh ato donuts në Itali, që janë donuts edhe brenda kanë kështu si krem. Tani, provojmë kafe. Unë në çfarë lloj vendi të botës që kam shkuar, nuk ka një vend që e bën macchiato më të mirë se Shqipëria. Kafe në përgjithësi është një fëmijë që më ka ngulur syt. Ju bëft mirë kafeja mëngjesit. Oh my god. Opla. Kafeja është super e hidhur, nuk më pëlqen, por do e pi nga halli se s'kemi ç'a bëjmë, s'do pim Red Bull për mëngjes. E çam pëlqen këtu në fakt, e di çam pëlqen. Ai dini se çfarë pëlqen. Më pëlqen që sillin kafe një, sillin edhe një karamele, sillin edhe një gotë me ujë. Okej, mund të jetë një gotë super e vogël, por është prapë gotë me ujë. Raki është? Mendova se kjo do ishte karamele, por që nga çokoladë. Dhe ja ku keni disa pamje shumë të lezetshme nga Budapesti dhe fytyra ime mërzitur. Pse? Sepse po bie shi. Po. Siç mund ta shihni, jemi kthyer në shtëpi sepse po binte aq shumë shi dhe ishte shumë e sikletshme të ecja në shi me qese, sepse leva një xhup, sepse nuk kam xhup, literalisht nuk kam xhup, dhe ishte një xhup Puma i zi dhe kushtoi diku te 80 euro. Pra harxuam pak lek. Harxuam lek për mirë sepse nuk kemi xhup, okay? Nuk do fajmë, nuk do vdesim. Tjetër gjë nuk blem. Bleva një ujë, ishte 300, po, 300 ujë, siç ishte ajo monedha. Huf. Dhe tani do rrim, do qetësohemi pak, do dalim prap. Por, e di çfarë është gjëja e mirë që tani është ora 2:30, pra është koha e drekës, është koha për të ngrënë drek, por ne nuk po na hajt fare, sepse ai brunchi 20 euro realisht na ka mbajt. Edhe nuk ishte as tamam brunch, ishte like mëngjes, sepse ishte ora 10-11. Zëre se atë mëngjesi 20 euro ishte mëngjes plus drek, kështu që jemi okay. Gjithsesi. Sapo u zgjova nga gjumi, sepse fjetëm pak dhe do ikim të ham tani. Ju do thoni Hilda do harxosh prap lek, sa lek do harxosh, sa do hash, është shtrenjtë. Do të thonë Hilda se s'ke bërë asgjë sot dhe jemi huaj. Shumë ftohtë, shumë. Vendosëm të hanim të një restorant që ishte afër Airbnb son. Fillimisht porositëm nachos dhe le të ham nachos. Janë thjesht patatina të ngrohura. Provojmë dhe me salsa. Do ull shpresat, presim për
burgerin. Ndërkohë porositëm një Pepsi dhe burgeri që shoqëroi me patate. Gjysma e burgerit ishte mbuluar me djath të shkrirë dhe në pamje dukej shumë e shijshme, por nuk kishte asgjë të veçantë. Është okay, por në Shqipëri kam provuar. Kafshata e parë është gjithmonë pak e çuditshme sepse nuk kafshon çdo ingredient në kafshatën e parë, se kjo bën sens. Ne provojmë kafshatën e dytë së bashku. Është e mirë, por asgjë e veçantë. Mund të gjesh këtë burger në çdo vend. Sapo mbaruam me drekën ose darkën, sepse është ora 6:30, diçka e tillë. Ishte një dark ose drek as pak e këndshme, sepse kamarieri ishte super, po super i pasjellshëm. Vetëm shfrynte, pasi na thoshte, "Ky është burgeri jot", flisën në gjuhën e vet, që ndoshta mund të ketë qenë duke na shajtur, sepse nuk ka pse të na flasin në gjuhën e vet kur ne nuk do e kuptojmë. Por që ndoshta ka qenë duke na shar. I don't know, nuk dua sa di. Këtu paguam vetëm 25 euro. Hëngrëm burger, nachos dhe kola. Tani ka perënduar dielli, do shohim parlamentin e Budapestit sepse thonë që është një atraksion turistik super i bukur dhe do ja tregoj dhe ju. Dhe ja një eksperiencë europiane ku funksionon transporti publik, jo si në Shqipëri. Sapo paguam 1300 lek për një bilet metroje, pra i bie 1 euro 30 cent, nuk e di, 1300 lek. Këtu po merrni metron për të shkuar te parlamenti i Budapestit. Po prisni për metron, hypëm në metro, zbritëm nga metroja dhe morëm shkallët për të dalë nga ky bodrum. Bodrum sepse ishim jashtëzakonisht nën tokë. Dhe më në fund arritëm te parlamenti. Pas ka ndek karin e Skënderbeut në mes të Budapestit. Okej, Hilda, ky humori me karin e Skënderbeut të bë pak i lodhshëm, por nejse. Pamja ishte mahnitse, dritat që binin mbi lum, njerëzit shesnin në pedonale me mendimet e veta, me historitë e veta që ne nuk do i prekim kurrë. Okej, se u bëra pak poetike tani. Akoma nuk e kuptova se ku ishim eksaktësisht këtu, nëse ishim te parlamenti ose jo. Parlamenti më duket se ishte një mit. Dhe ja prap kali Skënderbeut. Ja ku arritëm në parlamentin e Budapestit, apo jo? Në qendër. Në një zonë qendrore të Budapestit. Parlamenti, po ajo është. Besojmë se ky është parlamenti, po. Ka dhe kalin e Skënderbeut. Si, Skënderbeut. Okay. Gjithashtu përballë kemi lumin e Danubit, është përballë nesh, dhe ne sonte në darkë do bëjmë një xhiro në lumin e Danubit. Ta shohim tani si do jetë atë vërtet. E dëgjuat sakt. Ne prem 2 bileta për të bërë një lundrim turistik përgjatë lumit të Danubit. Një bilet kushtonte 15 euro. Jemi hutuar kaq shumë me këtë parlamentin sa që nuk e di, ndoshta ky që po shohim është parlamenti? Nuk e zbuluam kurrë. Apo mos është ky parlamenti? Siç mund ta shihni, pamja që po shihni tani nuk ka fare lidhje me pamjen që pat për herë të fundit, pamjen time. Dhe kjo pikërisht sepse sonte do dalim në klub. Do ju tregoj klubin, është një klub super i çmendur, ka lloj 6 klube në një klub. E di që s'bën sens, por do të bëj sens për pak. Dhe do ju tregoj se sa do harxojmë në klub. Unë nuk do pi shumë sepse sapo kam mbaruar antibiotikët dhe nuk do të pini alkool kur jeni me antibiotik, sepse mund të përfundoni në QSOT si unë duke marrë serum. Kështu që mos pini alkool kur jeni me antibiotik ose me ilaçe, me çfarë lloj ilaçi, nuk e di, nuk jam mjek, nuk jam farmacist, po bëj kota, thjesht unë nuk do pi alkool. Dhe do ju tregoj se sa do harxojmë në klub. Ndiqeni. Klubi ndodhej vetëm 3 minuta larg shtëpisë son. Ne shkuam rreth orës 10-11 që konsideroi herët dhe ndaj nuk kishte shumë radhë. Që në momentin e parë që shkel këmbë në klub hutohesh. Nuk e kupton se ku je, nëse ka 7 klubi në një, nëse ngjit shkallë ndodhesh në zonën e hip-hopit, nëse zbret shkallë ndodhesh në zonën e teknos. Ne konsumuam vetëm një gotë që ishte vodka Red Bull dhe kushtonte 500 lekë të reja ose 5000 lekë të vjetra. Nëse kthehesh majtas ke zonën e pop music ose hitet e viteve 2000 dhe nëse kthehesh djathtas ke zonën me muzikën rap. Sapo dërëm nga klubi është ora 2, nuk është se ja kaluam dhe aq mirë, sepse nuk kërcyem shumë sepse kishte super shumë meshkuj, super shumë njerëz. Kishte 6 klubi në një dhe në të 6 klubet vetëm gjesheshe pas njerëzve dhe ishte shumë e sikletshme. Për çfarë zgjeshin ato hajde të shkëngjë. Sapo morëm sufllaqe, dhe ishte një vend që duke që ishin shqiptar, kishte super shumë radhë, do thotë që kishin sufllaqen më të mirë në atë lagje dhe i folëm shqip, edhe e kuptoj që ishim shqiptar dhe lërisht na dha baklava falas, na dha Nikola falas, edhe ishin super të sjellshëm dhe thjesht është kaq që ka vënë 2 copë. Ka vënë 2 copë të janë baklava me pistake. Do çaj, ishin super të sjellshëm, janë literalisht gjigande, shikoj sa të mëdha.
Një gigante. Nuk hajtë të ëmbla, për do e provoj baklavan vetëm sepse. Unë nuk haj baklavan në Shqipëri, po haj baklavan në Budapest somehow dhe është super e mirë. Dhe ja ku kemi arritur në fundin e videos dhe sot, 24 orë në Budapest, kemi harxuar kaq lek. Unë mendoj se çmimi është pak më i lartë se çprisja dhe është pak e vështirë të llogarisësh se sa lek je duke harxuar sepse nuk ka ke iden monedhës hungareze dhe nuk di si ta bësh ndryshimin, ta krahasosh me euron, me lek, është pak e vështirë 2-3 shtorkos duke bërë këmbimin online. Mendoj se shifra është pak e lartë nga xhupi që bleva, por duke marrë parasysh që jo të gjithë që do shpenzoni 24 orë në Budapest do blini një xhup, hiq xhupin dhe mendoj se kjo ditë ka qenë një ditë mesatare për të harxuar kaq lek në Budapest. A bën sens kjo që sapo thash? Plus, ne nuk kemi ngrënë as drek, okay? Kështu që kemi kursyer, ndoshta duhet të harxonim pak më shumë. Mendoj se Budapesti është vend me çmime pak a shumë si Tirana, sepse së fundmi Tirana e ka rritur çmimin çdo gjëje. Nëse ju pëlqeu kjo video, prisni, mos ikni. Kam bërë një video tjetër ku ju tregoj se sa euro harxoj në Firenze, në Itali për 24 orë dhe linkun e keni këtu sipër, ju a rekomandoj ta shihni sepse nuk e keni iden çfarë shifre ka qenë. E ulët apo e lartë? Dhe gjeni dot, shifeni video, nuk keni pse ta gjeni. Shpresoj shumë që ketë pëlqyer video, lini koment, bëni subscribe, mos harroni të bëni subscribe, bëni share videos, like dhe lini koment poshtë për video që doni të shihni në vazhdim. Dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.